Rikthimi i besimit në institucionin e Avokatit të Popullit, bashkëpunimi dhe plotësimi kadrovik do të jenë në fokusin e Avokatit të ri të Popullit, Faton Selami, i cili sot dha deklaratën solemne para kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi, me rastin e marrjes së detyrës. Selami tha se do të punojë në mënyrë profesionale, të paanshme dhe me përkushtim maksimal ndaj qytetarëve, duke respektuar Kushtetutën dhe ligjet. Në pyetjen se si do të menaxhojë situatën kur institucioni i Avokatit të Popullit shpesh është përballur me mungesë vullneti për zbatimin e rekomandimeve, ai tha se kjo është paraparë në propozim ndryshimet e ligjit për Avokatin e Popullit, respektivisht që të ketë mundësi të shqiptojë dhe masa për kundërvajtje. Top prioritetet është rikthimi i besimit në institucionin e Avokatit të Popullit, duke bërë në drejtim dhe duhet të punohet që të ekipohemi në mënyrë kadrovike, pasi që institucioni punon me një kapacitet prej 40% të administratës, më thonë duhet të ketë edhe punësime të reja, gjithashtu duhet edhe të zgjidhen me vajtënter në parlamente dhe zëvendësit të Avokatit të Popullit dhe duhet që të kalohen në parlamente dhe ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për Avokatin e Popullit. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi uroi që Selmani të jetë në shërbim të popullit dhe të mbrojë të drejtat të gjithë qytetarëve. Uroj dhe kërkojmë edhe unë edhe gjithë qytetarët që të punojnë në interes të qytetarëve, të institucionit, tim përfaqësoj qytetarët, tim mbroj qytetarët të drejtat e tyre dhe ta kthej autoritetin e lartë të Avokatit të Popullit ashtu siç e ka të parapar kushtetuta e vendit tonë. Njëkohësisht më lejoni të falenderoj gjithë deputetët, edhe të përkatësive që nuk janë shumicë në vendin tonë, por gjithë deputetët tjerë që dëshmuan me një unitet që e zhbllokuam institucionin e Avokatit të Popullit dhe prej sot ky institucion mund të funksionojë lirshëm. Faton Selami vjen në vend të avokatit të mëparshëm të popullit, Naser Ziberi, të cilit më 12 korrik 2025 i përfundoi mandati për shkak të plotësimit të kushteve për pensionim. Avokati i ri i popullit është jurist i diplomuar dhe magjistër i shkencave juridike, me provim të dhënë gjyqësor dhe notarial. Mandati i Avokatit të Popullit zgjat 8 vjet, me mundësi për dhe një rizgjedhje tjetër, në përputhje me ligjin dhe procedurat e Kuvendit.